emrin e Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirplot. Zotin falenderojmë prej tij ndihmë, falje, mbështetje kërkojmë mi njeriu më të mirë, mi mësuesin e gjithë njerëzimit, mi mjekun e zemrave Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Salavatet më të ngrohta, selamet më të sinqerta dërgojmë. Vëllezër dhe motra, selamu alaikum wa rahmetullah, paqja, bekimet dhe begatia Allahu xhalla shanu qoftë mbi ne, qoftë mbi ju. Lusë Allahu xhalla shanu që kjo ditë ke qenë më e hajrit se sa dita e djeshme, ajo që vjen nesër inshallah të jetë më e hajrit se sa e sotmja, ahireti ynë të jetë më i mirë se sa dynjaja jonë. Lusë Allahu xhalla shanu të na jap dituri nga e cila ka dobi, dhe ato dituri që na ka dhënë Zoti e bëft të dobishme inshallah, dobi që na bën dituri që na bën dobi në këtë botë edhe në botën tjetër. Sonte do të flas shkurtimisht, nuk do të zgjatëm shumë inshallah. Do të flas shkurtimisht për një prej stacioneve të udhëtimit të besimit, i cili është stacion që e shoqëron njeriu deri në vdekje, stacioni i përpjekjes, e thënë ndryshe puna me veten, e thënë ndryshe gjihadi i nefsit, që është gjihadi më i madh dhe më i vështirë, i quajtur ndryshe gjihadi më i madh. Ashtu e emërtoi vetë profeti sallallahu alaihi wasallam. Çdo përpjekje tjetër, edhe sikur të jetë luftë, edhe sikur të jetë dhënie e shpirtit në fushën e betejës, mbetet më e vogël se sa gjihadi i nefsit. Sepse nefsi është ajo që është me ty në çdo moment dhe nuk është e lehtë që njeriu të punojë me nefsin e tij. Është shumë e rëndësishme që njeriu ta njoh veten e tij, ti njoh miqt dhe armiqt e tij, ta njoh rrugën e tij për të shkuar tek Zoti. Prandaj njohja është bazë. Prandaj Zoti na tregon shumë në Kur'anin famlar, na flet për madhështinë e tij, na flet për historinë, na flet për njeriu, na flet për natyrën e kësaj rruge, na flet për botën tjetër e cila na pret, sepse njeriu duke mësuar dhe duke fituar dituri e bën ndryshimin. Prandaj ata që dinë janë më afër Zotit se sa ata që nuk dinë. Ata që dinë dhe janë besimtar janë shumë më afër Allahu xhalla shanu se sa ata që mund të jenë besimtar por që nuk kanë dituri. Prandaj Zoti na dhash për asaj diturie e cila është e dobishme dhe i boft adhurimet tona, punët tona të mira të gjitha të jenë me vetdije, ta kuptojmë se ku po ecim dhe drejt kujt po shkojmë. Në këtë udhëtim, vëllezër dhe motra, në udhëtimin drejt mirësisë, në udhëtimin drejt besimit, në udhëtimin drejt Zotit, njeriu ka dy pengesa shumë të mëdha. Njëra është pengesë e jashtme, tjetra është pengesë e brendshme. Mund t'i quash dhe dy armiq, me kuptimin, e duhur. Pengesa e jashtme është shejtani i mallkuar. Është ai shejtan për të cilin na ka folur shumë Zoti në Kur'anin famlart dhe historia me njeriu dhe me shejtanin fillon me fillimin e Kur'anit. Prandaj po të lexoni surën Bekare, tregon krijimin e Ademit alayhis salam, bashortës së tij ku u krijuan, tregon dhe marrëdhëniet e tyre të para me shejtanin e mallkuar dhe tregon se si shejtani është zotuar dhe betuar përpara Zotit që ai ka përqen armik i përhershëm i njeriut. E ka bërë këtë deklarat përpara vetë prezencës së Allahu xhalla shanuhu dhe i qëndron kësaj deklarate deri në fundin e kësaj jete. Zoti na e ka përshkruar me detaje në Kur'anin famlar të shejtanin e mallkuar, misionin e tij, format se si ai i qaset dhe se si e mashtron njeriu. Kjo është pengesa e jashtme, e thënë ndryshe është armiku i jashtëm. Por njeriu ka një pengesë të brendshme dhe kjo është më e vështirë se sa pengesa e jashtme. Ajo është vetja e njeriut, ajo është nefsi i njeriut dhe aty njeriu duhet mësoj shumë, aty njeriu duhet punoj shumë. Sa i përket shejtanit mallkuar, Zoti thot në Kur'anin famlar: "Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Shejtani për ju është armik, Zoti thot vetë. Prandaj dhe ju bëjeni armik atë. Nuk ka për të ardhur kur koha që të vendosni marrëdhënie paqe dhe qetësie dhe diplomacie me shejtanin e mallkuar. Në moment që e bëni diçka të tillë, ju jeni të humbur, sa ai kur nuk vendos marrëdhënie miqësore me ju. Kurse sa i përket nefsit, Allahu na thot në Kur'anin famlar: "Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah." Ti mos e paso
mos i paso qefet e nefsit tënd, të vetës tënde. El hawa janë dëshirat e nefsit, janë të pafundme këto dëshira. Mos u shko mbrapa atyre, se ke për të humbur nga rruga e Zotit. I ka përshkruar Zoti shkurtimisht këta dy kundërshtar apo pengesa, njëra thashë është e jashtme, tjetra është e brendshme. Vëllezër dhe motra, për të shpëtuar, a mjafton vetëm besimi? Besimi është baza, besimi është fillimi, por nuk mjafton vetëm besimi. Nuk do të shkojnë në xhenet vetëm ata që thjesht janë besimtar në aspektin teorik, sepse besimi nga kushtet që ka është ta kthesh në punë atë. Prandaj Zoti kur ka treguar në Kur'anin famlart se kush shpëton, kush mbrin në ahiret, edhe kush mbrin në selametin e Zotit, thot: "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min", kush është ai njeri që synon ahiretin dhe vrapon dhe punon për ahiretin. Punon për ahiretin duke qenë besimtar, atyre thot Zoti do t'u shpërblej mundin e tyre. Prandaj nuk është mjaftuar kur Zotin Kur'anin famlart vetëm me urdhrin besoni, por ka thënë gjithmonë besoni dhe bëni punë të mira, ose ata që besuan dhe ata që bën punë të mira. Mirë, po këto punë të mira kërkojnë energji, kërkojnë angazhim, edhe në aspektin fizik, kur përkufizohet puna, është diçka që do energji, do lëvizje. Ky nefsi edhe kundërshtimi i shejtanit mallkuar do punë, do angazhim. Prandaj mbetet angazhimi me veten është xhihadi më i madh, është përpjekja më e madhe që bën njeriu. Mund të lindi këtu një pyetje. Kush është më i rrezikshëm? Armiku i jashtëm apo armiku i brendshëm? Pengesa e jashtme apo pengesa e brendshme? Në përgjithësi njerëzit simbolin e të keqes e kanë shejtanin e mallkuar, dhe ashtu është realisht, është simboli i të keqes. Dhe gjithmonë me ja faturojnë atij. Ai shejtani është ai që i ma kret faturat. Po s'desha unë, po deshi shejtani, e bëri shejtani kështu me radhë. Por faktikisht ai që është brenda është më i rrezikshëm se sa ai që është jashtë. Edhe këtë na e shpjegon vetë Zoti në Kur'anin famlart, kur thot inna kayda shaytani kana dha'ifa. Përpjekja e shejtanit është e dobët, sepse fuqia e tij është thjesht në iluzione, është thjesht në mashtrime. Ai nuk ka fuqi mbi zemrën e njeriu. Ai nuk mund ta marrë njeriu nga një vend ta çojë në një vend tjetër. Ajo që e robron më shumë njeriu nuk është shejtani i mallkuar, po është nefsi i tij. E thënë ndryshe është vetvetja e tij. Dhe ka një dallim shumë të madh. Njeriu e urren shejtanin se është armik, por njeriu se urren dot veten e tij, sepse e do veten e tij. Përkundrazi ka dashuri dhe ka dëmshuri për të. Prandaj puna me veten, angazhimi me veten është më i vështirë se sa angazhimi kundrejt shejtanit mallkuar. Kur xhehenemlit të kërkojnë fajtorin dhe në fund të shkojnë tek shejtani, thotë ti je shkaktari për ato që ndodhemi ne sot, ai thotë pse më qortoni mua? Unë s'pata fuqi mbi ju, unë thjesht ju ftova dhe ju përgjigjet ftesës time. Sot mos më qortoni mua, edhe unë, edhe ju të gjithë jemi në xhehenemin e Zotit. Faktikisht shejtani nuk ka patur fuqi mbi njerëzit. Ne mund t'i vëmë fatura sa duash, mund ta ngushtojmë veten tonë apo të kërkojmë falje përpara njëri tjetrit, unë s'desha apo shejtani më bëri këtë punë. Por ajo që mbetet armik më i vështirë dhe që do shumë punë është nefsi i njeriu, sepse nefsi është dera e shejtanit. Shejtani punon me robin nëpërmjet derës e nefsit. Shpeshherë ai ka çelësin e kësaj dere dhe di si ti hapi dyert. Në varësi të nefsit që ke ti, ai ka një çelës apo stafat për të. Por faktikisht ajo që hapi derën ishte ti, pra ishte nefsi yt. Atëherë, pa u zgjatur shumë, se kjo temë kërkon edhe një temë tjetër, inshallah, kjo po themi ky sjarim kërkon edhe një temë tjetër. Sa i përket nefsit ton, çfarë do të thotë që unë të bëj xhihad me nefsin? Çfarë do të thotë që unë të punoj me nefsin tim? Si ta kuptoj këto fjalë? Të gjitha ajetet kuranore, hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam naftojnë që të punojmë me nefsin ton. Naftojnë në xhihad me nefsin ton. Kemi shumë kujdes, sepse është pengesa kryesore për të shkuar tek Zoti dhe për të hyrë në xhenetin e Zotit. Çfarë duhet bëj unë me nefsin tim? Do të mundohem në 3 këshilla. E para, vëllezër dhe motra, është mundohu ta shkëpusësh nefsin tënd nga një smundje që e ka për herë. Nefsi e do rehatin, nefsi do komoditetin, nefsi do rutinën, nefsi nuk e do vështirësinë.
Prandaj pjesa më e madhe e njerëzve i tërheq graviteti i tokës dhe nuk bëjnë asnjë gjë të mirë në këtë botë. Ndoshta me zemër kanë pas dëshirë të jenë njerëz të mirë, por s'kan patur fuqi ta ngrenë nefsin e tyre, ta nxjerrin nga bataku. Prandaj puna e parë që duhet bëj njeriu në luftë me nefsin e tij është mundohu ta nxjerrësh nga gjumbi, nga rutina, nga dëshira e madhe që ka nefsi të rinë rahati dhe të rinë komoditet. Dhe dietarët këtë e përshkruajnë, thotë si ndarja e fëmijës nga qumshti i nënës. Fëmia e ka shumë vështirë të ndahet nga qumshti i nënës. Por ti nëse nuk e ndan fëmijën nga qumshti i nënës, ky fëmijë nuk han asnjëherë. Ky fëmijë kurrë nuk do të rritet. Është moment shumë i dhimbshëm kur ndahet fëmia. Ai qan për një kohë shumë të gjatë, mund të qajë dhe nëna, sepse dhe ajo se përballon dot. Ama po spati guxim nëna ta ndaj fëmijën nga qumshti i vet, ai fëmijë mbetet fëmijë për gjithë jetën e tij. Dietarët thonë është kështu është dhe puna e nefsit të njeriu. Shpeshherë nefsi është tamam si fëmia i vogël. Thjesht kërkon dhe nuk do të shkputet. Nuk do të shkputet nga të mirat, nuk do të shkputet nga rahatia. Ajo që duhet bëjë njeriu është ta shkul nefsin nga dëshira e rutinës, e rahatisë, e komoditetit në këtë dynja. Kjo botë nuk është bota e rahatisë, sepse profeti alayhis salam tha, Zoti e rrethoi xhennetin me vështirësi dhe e rrethoi xhehenemin me komoditete dhe me rahati dhe me gjëra të tjera. Do nefsi njeriu. Nefsi e ka shumë vështirë për të shkuar në xhennet, sepse si përballon dot vështirësitë, po e ka shumë lehtë për të mbërritur në xhehenem, sepse zatën rruga e xhehenemit është e mbushur me komoditete, është e mbushur me rahati. Kjo është e para, është ta heqësh nefsin, siç e heq nëna fëmijën e vet nga qumshti i gjirit, sepse do që të rritet fëmia, nuk do që të ngelet gjithmonë peng i nënës e tij. E dyta që duhet bëj njeriu me nefsin është ta motivosh nefsin tënd. Nefsi ka dëshirë, ka nevojë për të motivuar, ka nevojë për t'i treguar që ke mundësi të bësh më tepër, sepse në përgjithësi njeriu ja fut gjumit me atë shprehjen, vallai kam dëshirë por s'kam mundësi. Kjo shprehje s'kam mundësi është bërë si puna e organit që gjithë flen poshtë ti. Shumica e njerëzve nuk agjerojnë, thotë s'ka mundësi, nuk falen, nuk ka mundësi, nuk jap zakat, nuk ka mundësi, nuk shkojnë haxh, nuk ka mundësi, nuk e lën të keqë, thotë nuk ka mundësi. Faktikisht është thjesht një lojë që bën shejtani me nefsin, duke i thënë njeriu që ti je njeri i mirë, ti ke dëshirë të bëhesh mirë, por ti si ke mundësitë. Edhe një pjesë e njerëzve e keq kuptojnë ajetin kuranor, në të cilin Zoti thotë la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Nuk e obligon Zoti një nefs, një person më shumë se çka mundësi ai. Shpeshherë njeriu thot vallahi Zoti s'm ka obliguar me këtë sepse unë se kam mundësi. Aty them një shembull që kjo është mashtrim. A keni parë njeriu në Ramazan? Përpara Ramazanit është shumë vështirë ta agjërosh, ka njerëz që punojnë punë vështira. Por ai që bën niyetin dhe thot unë do të agjëroj, thot, dhe thot e kam vendosur këtë gjë, e shikon se si Zoti t'i jep fuqitë, t'i jep mundësitë, edhe ai që është punë vështirë dhe ai agjeron. Dhe plaku i vjetër që gjithmonë ka qenë me qesen e ilaçeve që thu vdes sot apo vdes nesër, dhe ai agjeron. A s'e ke parë pleqt e vjetër në haxh? Ato s'ke pas mundësi ta nxjerrësh nga shtëpia deri tek dyqani, ke pas frikë se s'kthehet gjallë. Si i shikon këto njerëz kaq të fuqishëm atje në haxh, që garojnë me tri dhe kalojnë dhe trive. Aty edhe plaku, edhe njeriu kupton se pas ka patur shumë mundësi. Mundësitë e njeriu janë shumë të mëdha vëllezër dhe motra. Është puna tullëmbacës. Tullëmbacën mund ta frysh pak dhe thua aman nuk e fry më tepër se kam frikë se më plas. Por po e fryve pak më tepër e shikon që nuk plasi. Po e fryve pak më tepër e shikon që nuk plasi. Atëherë njeriu po ta bënte atë që ka mundësi, për Zotin ai do të bënte mrekulli në këtë botë. Po shumica e njerëzve thash flen poshtë këtij ajeti, Zoti s'm ka obliguar për një gjë që s'ka mundësi, dëshirë kam, po unë nuk kam mundësi. Kjo, nefsi do të motivohet, mobilizohet, i thotë ti ke mundësi ta bësh këtë. Dhe atëherë dal, kalon nga nefsi i përgjumur në nefsin që s'let ju rahat, thotë ngrihu fal namaznate, bëje këtë punë të mirë, kthehet nga nefs pengues në nefs inspirues. Nefsi po punu me të, kthehet në nefs inspirues, edhe kur ti nuk don, ai nuk të le rahat. Kjo është e dyta që duhet bërë me nefsin, e treta vëllezër dhe motra që duhet bërë me të, nefsi duhet stërvitur. Është identik si puna e trupit njeriu. Nuk mundet që njeriu ditën e parë të hypi në paralel apo në palestër të bëjë gjitha ushtrimet. Me mendje i bën, por me trup si bën dot.
Njeriu nuk i bën dot të gjitha, por dal nga dal vjen një moment që bën ato që kurse ka imagjinuar me mendjen e tij. Të gjitha punët, nëse njeriu e stërvit nefsin e tij, do të vijë koha që nefsi i bën gjitha me lehtësinë dhe me kënaqësinë më të madhe. Prandaj Zoti na ka bërë urdhër me fal namaz, sepse duke u fal namazin do të fillosh ta përjetosh atë. Ti s'mund ta përjetosh namazin me një herë. Zoti na ka bërë obligim ta agjërojmë, të shkojmë në haxh, të japim sadaka, sepse duke dhënë sadaka do të vijë momenti që ti shijon sadakan tënde. Këto treja janë gjërat kryesore që duhet bëj njeriu me nefsin e tij, nëse do që ta edukojë atë. Inshallah ky mësim do të vazhdoj me lejet Allahu xhaleshanu edhe javën tjetër, sepse rrugtimi i punës me nefsin është shumë i madh, ka shumë stacione, e mbyll duke ju lutur Allahu xhaleshanu të na ndihmojë Zoti mbi nefset tona. Ai është krijuesi i tyre, ai është ai dituri i tyre. Zoti na ndihmoft, na jap fuqi, na dash fuqi që të punojmë me nefsin ton, ta stërvisim atë për mirë, ta largojmë atë nga e keqja, që nga një nefs që na bllokon për tek e mira, na kthehet në një nefs që na shtyn për tek e mira. Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.